Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Mbi 50 qytetarë janë paraqit vullnetarisht për me kontribu në ndarjen e rrëfimit të tyre për dëbimin që e kanë përjetuar para 27 viteve. Rrëfimet e tyre sot janë pjesë e muzeut të ri që është hap prej Bern dhe Prishtina Bienale te stacioni i trenave në Prishtinë. E sot në Kallëzë për një me po ju transmetojmë disa prej këtyre rrëfimeve dhe po ju ftojmë me art tek muzeu Eksodi 99, që është i hapur nga e marta deri të dielën, prej orës 12 deri në orën 20. Përveç rrëfimeve në muze mund të shihni edhe artefakte të tjera që lidhen me përvojën e kësaj periudhe historike të dëmshme për Kosovën, ku mbi 1 milion njerëz u dëbuan prej shtëpive të tyre. E tash, po ju ftoj me i ndjek intervistat e realizuara nga kolegja ime Jeta Gjara. Fillimi i bombardimeve kemi qenë gjithë në shtëpi. Askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte, sigurisht që dëgjonim lajme dhe ishte një ankth i përgjithshëm në shumë familje. Në atë kohë, aq sa mbaj mend, nuk kemi pas telefona mobil, por telefonat shtëpisë dhe erdhi lajmi që duhet t'i lajmë shtëpitë në datën 30 mars 1999. Aty u sillnin policë të cilët nuk e dinin se a do të na dëbojnë me njëherë apo mund të qëndrojmë ende në shtëpi. I kemi marrë disa gjëra shumë të vogla, ndoshta rroba se nuk dinim se ku po shkojmë. Pak buk, babi na ka shkruajt, e mbaj mend se unë atëherë isha 14 vjeçare, në një letër numrin e telefonit të motrës e cila jetonte në Gjermani në atë kohë. Në rast se dikush humb apo qëndron diku tjetër, që ta kemi një kontakt në çfarë do forme, ta thrasim motrën edhe të dim për njëri tjetrin se ku jemi. Kështu që secilin po mendoj një copë letre për secilin fëmijë dhe kemi vendosur në xhepa në atë kohë, nuk e mbaj mend sakt. Kemi dalë nga shtëpia dhe kemi shkuar në një lagje tjetër gjithë. Ashtu jemi 7 motra, një vëlla, komplet 10, e në atë kohë ishin edhe fëmijët e motrave të tjera. Kemi shkuar në një lagje tjetër e cila po ashtu nuk ka qenë shumë larg shtëpisë. Aty jemi fut në një dhomë, ka pas edhe familjarë të tjerë, të cilët nuk i njihnim. Nga ajo shtëpi kemi shkuar në një shtëpi tjetër, sepse gjithmonë ishte ajo frika edhe përsellnin mesazhin, hajde po lëvizim, sepse këto është më qetë, këto është më sigurt, edhe ndjekshim turmën. Edhe në atë shtëpi tjetër kemi qëndruar një natë, nuk kemi ngrënë, aq sa e kujtoj, aq shumë ka pas njerëz në atë dhomë, sa që kishin edhe shumë fëmijë, ndoshta më shumë ju japshin bukë fëmijëve se sa të rriturve dhe e kujtoj shumë mirë që as ujë nuk kishte mjaftueshëm për të gjithë atë turm në atë shtëpi. Kemi qëndruar atë natë dhe në të nesërmen në mëngjes e kujtoj kur policia hyrim në atë shtëpi. Në vitin 1985 jam e lindur, ndërsa lagja ku kam jetuar dhe lindur është tek rruga Xhemajli Bish, e din ndoshta të gjithë, është Medrezja e Re, është shkolla 1 Maji, pak më lart se shkolla 1 Maji. Rrugët e tjera nuk e di sepse ishin turma dhe nuk e mbaj mend sakt në çfarë lagje lëvizshin, po megjithatë ka qenë një shtëpi e fundit kur e mbaj mend që kanë hyrë policia brenda, aty afër lagjes time, dhe aty ishte, se me thanë, detyrim të largoheshim vërtet. Dhe e kujtoj që sërish ishte një kolon shumë e gjatë e njerëzve, në të cilën edhe aty nuk dinim se çfarë po ndodh ose ku do të shpihen ajo kolon. Në të njëjtën kohë babi tha se po më duket që dëgjova që do të shkojmë te stacioni i trenit. Edhe aty nuk është se dije sigur se cili është destinimi, megjithatë edhe ne u bashkangjitëm si të gjithë të tjerët. E kujtoj që tek rruga tek qafa
të restoranit dhe rada nëjse, s'pedimi emrin, aty e mbaj mend që, sepse vllau i kishte flokët e gjata. Ne motrat ishim, pothuaj se kishim kujdes ma të shtuar ndaj vllaut, sepse ishte ajo bindja që po i ndajnë meshkujt nga kolona, dhe ne kishim frikën se kemi të vetmin vlla, hajde të harrujmë tash vllaun me mamin edhe me babin, sepse e shikonin dhe në atë kohë nëse e mbani dhe ju mend, i konsiderojshin që janë më problematik ta që kam flokët më të gjata dhe kishim frikën se po e ndajnë nga ajo kolon. Normalisht që ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme sepse qanim edhe shikonim se e kishim atë frikën që po e marrin. Fatmirësisht mbretëm në stacionin e trenit që të gjithë, nuk u largu askush nga familja. Gjithmonë na mbante ajo frika se po ndahet dikush nga familja dhe nuk do të mund ta gjeni më, sepse ishin shumë të panjohura. Unë kam qenë vetëm 14 vjeçare dhe ta them të drejtën ende e kam në edhe gjatë këtij rrëfimi e kam të freskët rrugën, kolonën, njerëz duke qarë, të trembur, një frikë, besoj që nuk shpjegohet dot ndoshta me fjalë. Megjithatë, kemi arrit në stacionin e trenit, e kujtoj që një tren u mbush shumë dhe nuk ishte vend për të tjerë. Dhe ne u afruam që gjithë, por dyert u mbyllën dhe shkoj. Pritnim që do të vijë një tren tjetër dhe nuk erdhi 1 orë, 2 orë, 3 orë, na pothuaj se e tërë nata e kaluam nën qiell të hapur, nuk ishim as për të ngrënë, ndoshta pak diçka që na babi dhe mami prej shtëpisë që kanë marrë dhe nuk e kujtoj çka, por disi ja dolëm atë natë, në mëngjes, në orën 6 të mëngjesit, 26 prill, erdhi një tren dhe aty sërish babi, duke pas parasysh që shumë fëmijë, donte të sigurante që gjithë ne motrat edhe mamit jemi në tren, ndërsa këta dy rishin si mbrapa në mënyrë që ne të hymë edhe të jemi të sigurt mbrana në tren. Por unë insistoja të mos hy, dhe me thënë hynë mami me motrat e tjera, ndërsa unë, babi dhe vllau mbeta jashtë, një derë mbyllet trenit, ndërsa babi insistante të më foste përmes dritares, e cila e kujtoj që dritarja ka qenë shumë e vogël, nuk ka qenë si kjo dritarja, dritarja shumë e vogël, kam qenë ma e dopt, ma e vogël sigurisht, e mbaj mend që më kanë mbajtur edhe babi edhe vllau me 2 duar lartë, nuk ka mundur të hy me krah, por e kujtoj edhe me një bërtim babi se donë të sigurante që edhe unë të hy sa ma shpejt, tha ktheju si anash. Dhe ajo anash e di që e kam laku krahun, edhe kam hy, dikush më ka marrë mrenda aty, sigurisht që nuk e ndjenjë e mirë, sepse ajo dera mbyll, babi dhe vllau mbeten jashtë, dhe kishën frikën. Mami qajke, unë qajsha, motra tjera qajshin, dhe e kujtoj që treni, si me thanë, unë nisë dhe nuk dinim se a kanë arritë edhe vllau dhe babi me hy në një derë tjetër e cila u shifke që është edhe një vagon tjetër. Derë tjetër e vagonit të njëjtë, me të cilën babi sigurisht që e dinte ku ishim ne të vendosur dhe kur i kemi pa babin edhe vllaun, atëherë na ndalën lotët edhe u gëzuam shumë. Jo pse nuk e dinim ku po shkonim, po u gëzuam që ishim sërish gjithë bashkë, mami, motrat. Edhe nuk ka qenë as pak të lehtë sepse kur je një numër i madh në familje, 7 motra, 1 vëlla, mi menaxhu ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, edhe kjo është me admiru babin sepse ka ditë me menaxhu jashtëzakonisht shumë, na ishim të humbur, e ndëgjonim çka do që na orientonte, se ka të shkojmë, na mbante pak atë qetësinë, na motivojke me ato fjalët e tij, si sot e mbaj mend që gjithçka do të jetë në rregull, mos u bëni merak, jemi krejt bashkë, kjo është e rëndësishme. E kujtoj që treni është ndalë në disa, ka qenë një rrugtim i gjatë, për është ndalë disa herë, nuk e di pse, dhe çdo ndalje e trenit ta ka dhënë një emocion jashtëzakonisht të keq, sepse mendonim që ishte ajo që u përhap, që është një grup shumë e madhe dhe gjithë do t'i vendosin
Qëtë këta që janë në këtë vagon do t'i vendosin në atë grupë. Nuk e di se kush e ka thënë atë, po sigurisht në kolon e ka dëgju babi, dhe sa herë treni që unë dalte e kishëm atë shtangën veti që mësë është kjo grupa këtu që do t'na gjuajnë. Patë mirësisht, ndoshta ato ndalesa kanë qenë me qëllim për t'na friksuar, ose për t'na sigurisht shty me na shtu frikën akoma. E kujtoj që kemi mbri në Vllaz, ka qenë një, sigurisht këto të gjitha i kam informatat të cilat babi së nuk e kam ditur ku po shkojmë, cili është emri, po babi dinte ato, sigurisht ndoshta dhe i ka përsjell udhëzues në rrugë. Ka qenë një hapësirë, ndoshta me baltë, e zbrazët dhe pothuajse asgjë. E kujtoj që atë ditë ishte me diell ditë, ne ishim pothuajse të përgjumur, nuk kishëm asgjë për të ngrënë, mirë po ishin disa, nuk e kujtoj, disa traktor të cilët kishin ushqim dhe nuk e di se kush e ka sjell atë ushqim. Ishin kolona të gjata për të prit me marr ujë, ushqim apo gjëra të tjera dhe natën filloi një shi i madh. Dhe më thënë, ne le që u lagëm gjithë, le që nuk ishëm as me hangër, me pi, të paktën babin mundojke me gjetë një qese lastik që me improvizu një shator që mos të lagi me endi ose mos të kemi ftoft tutje, sepse nuk denim se qka, ose qka po na pret njësër ose dhe ku do të përfundojmë. Aty kemi qëndruar në Vllaz 4 ditë, e mbaj mend shumë njerëz të friksuar, shumë fëmijë duke qarë, shumë njerëz të moshuar të cilët qanin, dikush nuk e kishte, si me thanë, i mungon të gruaja, dikujt i mungon të fëmiu, besomni që edhe tash kur po flas, e kujtoj komplet atë skenë, sa trishtim edhe sa frikë në palës të secili. Me thënë, ne si familje ishim të lumtur që ishim së bashku, por nuk ishim të lumtur se çka ka ndodhur me të afërmit e tjerë. E ndjenim edhe dhimbjen e të tjerëve, të cilët i mungon të fëmiu, burri, gruaja, nëna, nuk e di. Aty kemi qëndru 4 ditë, e kujtoj edhe gjithmonë e kam pyetur babin pse është begaj tamon një shprehje që kur nuk e haroj nga mendja. Policia e Maqedonisë na shtynte pa asnjë mëshirë. Ka qenë një trajtim jashtëzakonisht i keq. Nuk e di nëse e mbani mend, por trajtimi që ata na kanë bërë, dhe më thënë ishim të gjithë duke pritur ndonjë autobus që të transferohemi diku tjetër, se ishte ajo një lajm që do të transferoheni me një pjesë të tjetër, diku dhe do të keni ushqim, do të keni streh, pak më të mirë. Bega i tamu në atë kohë absolutisht nuk e disha se çka do të thotë. Po e di që ishim 24 orë me qëndru, pa gjumë, pa ushqim. Dhe në të njëjtën kohë pritshëm një autobus, apo nuk e di çka ka qenë si transport, ishin turma të mëdha dhe na shtynin pa pikë mëshire. Me thënë, ajo shprehje bega i tamu, mandej, mbasi që kam shku në Holand, kur do të rrefim tutje për pjesën tjetër, por ajo shprehje mu më kam vete dhe sot e asaj dite, kur dikush e thot, e kam një trishtim shtu në vete dhe bega i tamu, sepse na shtynin dhe në të njëjtën kohë pa pikë mëshire, me gjithë atë frikë që e kishëm dhe atë mundim, gjatë cilin se cili ishte i lodhën, e impire, i pa gjumë, ajo më mbetet dhe do të më sarë që e kujtoj më rënqetë trupi, nuk e di pse atë sjellje dhe pse atë shtyrje pa pikë mëshire, por ka qenë në atë kohë. E kujtoj po ashtu në pjesën ku babi ka marrë dru në një çosh në Vllaz, nuk më kujtohet sakt, jemi munduar edhe aty të improvizojmë diçka, e kujtoj babin aty, që është munduar se cili që ka pas nevojë, na ka përcjell, e ka mbajt një qese për rreth dhe
jemi munduar që të paktën, po me tonë të drejtën në atë periudhë askush askënd nuk e shikonte se çka është të bëj sepse nuk interesonte. Ajo ka qenë ndoshta gjëja më e vogël që njerëzve ndoshta ju ka interesu, e vetmja gjë ishte ajo shpresa sa do të mbesim gjallë, a do të jemi bashkë, apo na ndajnë, ku do të shkojmë, domethënë këto kanë qenë dilemat. Edhe gjëja tjetër ka qenë edhe ushqimi edhe uji, por që nuk e di sakt, ka qenë 1 apo 2-3 traktor shumë larg që ka qenë një kolonë e gjatë për qëndru, domethënë diku babi qëndronte 5-6 orë me marr një shishe ujë apo ushqim, çka do të thotë, domethënë jemi munduar që të ushqehemi aq. Madje mami e ndajke pjesën e bukës, që mos me hangër në atë periudhë kur e siguroj ke babi, po me e lëm për pak më vonë. Domethënë nuk e hajshëm krejt bukën për me lanë, ndoshta do të qëndrojmë ditën e 2 e 3, dhe kështu 4 ditë kanë qenë ndoshta ditët më të vështira dhe më të frikshme, sepse qiell të hapur, njerëz me frikë, njerëz me trauma, njerëz që kishin mungesë të familjarëve të afërve, edhe lajmi ose shpresa që erdhi në ditën e 4 ishte që do të vinë autobus pas shtyrjes të tmerrshme që na bënin policë nga Maqedonia. Lajmi erë se do të zhvendosemi nga Vllaca, do të shkojmë në një vend tjetër. Ne kemi qëndruar 3 javë në Stankovac. E kujtoj që është ndoshta personale, por dua ta them që unë kam pasur flokë kaçurela gjata dhe nga moslarja me disa ditë me ato qebet që kanë qenë shumë të forta, e besoj që e kujtojnë gjithë, kanë qenë dhe ato më kanë kapë në flokë edhe më mbledhen, dhe ideja është mi prej apo mi mbajt. Dhe e kujtoj që ka qenë edhe një lehtësim nga 3 ushtare që u ndalën se më panë duke qarë në afër shatore. Dhe çka ke? Ta e ke mamin. Në atë kohë normalisht që gjuhën angleze nuk është se e dija mirë, por e kesha mundësinë me komuniku, thash jo, thash gjithë familja është këtu, jemi krejt mirë, por po dojmë mi prej flokët, unë nuk dua mi prej flokët, tha kjo është problemi ma i vogël. Edhe unë me idenë që, me qëtësoj edhe do largohen. Çka po dojnë? Thash, vetëm i krej, me pas një balsam, një kran edhe një shampan. Që është gjëja më e vogël. Vim nesër dhe t'i sjellim këto. Kanë shku, të nesërmën kanë ardhë, e kanë bajt fjallën, edhe aq u gëzova unë personalisht, sa që i shpëtova flokët nuk i prejta. Mi kanë sjellë disa lidhse, kanë bërë fotografi me mua, atër nuk kam bidur se sigurisht që mi a marrë kontaktin, ndoshta edhe mi u falenderu mas sa viteve si kur tash në 4 FM, dhe erdhi lajmi që shtetet do të pranojnë refugjat nga ky kamp. Vendi më i afërt ishte Holanda, me të cilën sigurisht që ishte afër Gjermanisë, afër motrës, për me pas mundësi edhe ata me atë mu bashku. Kështu që i thash kësaj italianës, babi po thot në Holandë. Dhe shkum në kampin nga Holanda. Aty ne sigurisht, unë gjatë gjithë periudës 3 javë, unë kam përkthy për familje të cilat kanë ardhur, sepse regjistronin vendin, qytetin, se nga vinë, u regjistruam dhe shkuam në Eindhoven. Eindhoven ka qenë qyteti i cili priste shumë refugjat, ka qenë Ermelo kampi i cili na pranoi, dhe që kam kalon për shtypje shumë që 3 familje, kur kanë ardhur na vizitu neve, normalisht unë flisja anglisht dhe u afruan, njëra punonte në bank, një familje tjetër ishte me një institucion jashtëzakonisht rëndësishëm në Amsterdam. Ajo na ofroi, tha, ju po më pëlqeni shumë si familje. Dëshironi me ardhur në Amsterdam, tha, unë i kam 2 shtëpijat e lira. Shikojmë njëri tjetrin, mami, babi, nuk doj me i pengu, por që ndoshta nuk shku me jetu, por shkuam si mysafir. Ajo ngrohtësia, ajo pritje që na bë, kemi qëndruar të ditë sigurisht se ndjenin atë maltretimin që na kishte bërë, normalisht ja kam treguar krejt procesin se si kemi dalë nga shtëpia, e rrugtimin, e gjitha sfidat gjatë rrugtimit. Ajo tha, nuk po shkoni, tha, sot atje në kamp, po do të qëndrani këto, lajuni, na pruni tesha,
Edhe tha, rini sa të doni. Ishin 2 shtëpia edhe sot e mbaj mend, ishte një qetësi jashtëzakonshme se lumi afër, gjumin e mirë, bënim tushin, u zgjonim mëngjes, na përgatit kë kafe ajo, Agnesa, dhe Agnesa ka qenë vimi dhe një familje tjetër që na kanë vizituar pas luftës në vitin 2016-2015, sepse mbanim kontakt. Unë përktheja dhe sërish për familjarë që vishin në kamp, sepse normalisht që ne nuk qëndruam të shtëpia atyre për mos ju bëbarë atyre, unë jam këthy sërish, kam punu në bibliotek, babi me vllaun i kanë mbajt aparatat e kafeve për të gjithë refugjat, unë normalisht aty edhe punoja në librari, për njëkohësisht edhe ju siguroja, nëse nuk ka bëj edhe imi paguat, jo, sepse ishte një motivim që ata ti keni një gjë para stjuin. Nga muaji maj, prill, deri në shtator kemi qëndru. Në momentin që është përfundu gjithçka, mami e kishte gjithmonë, edukimi ka qenë pjesë shumë e rëndësishme në familjen tonë. Nuk e kishte ndoshta fillimin e shkollës mami sa kishte me u kthy në shtëpi. Ishte shtatori dhe e mbaj mend që i thoshte babit, fillon tash shkolla, duhet kthehemi. Ne nuk donim me u kthy sepse sigurisht që u ambientun, fillova unë me shku me mësu gjuhën holandeze, kisha dëshirë që ndroj, si me vogël normalisht që nuk e kam menduar më thellë situatën ose atë ndjesin, sepse prej një friksimi, prej një traume të cilën sigurisht që secili e ka marrë nga i rrugtim, unë pothuajse asnjë fëmijë nuk donte me u kthy, mirë po mami me babin insistonin, kështu që shtatori ka qenë kthimi i gjithëve. Kur jemi kthy e mbaj shumë mend, ka qenë hend një ndjesi e përzime, aq e gëzimit, aq e qetësisë që po kthehesh në vendin tënd, por sërish e gjithë shpresa dhe ajo krenaria e krejt familjes ishte që jemi gjallë, jemi shëndosh, pavarësisht a ka ndodhur në shtëpi diçka, a kanë marrë apo është apo s'është se shtëpia sigurisht nuk ka pas asnjë dëm përveç disa gjërave materiale të cilat i kanë marrë kush e di në atë periudhë, kështu që jemi kthyer, por nuk jemi kthyer me dëshirë. Them të drejtën, unë me motrat e tjera nuk e di për vllaun, por nuk kishëm dëshirë me u kthy për shkak të prap asaj frikës ndoshta që mos po ndodhë sërish e njëjta gjë, le të qëndrojmë edhe pak në mënyrë që me pasat sigurin, me qenë qetë nga gjithë ajo traume cila gjatë nisës na ka përsjellë deri te Blaca, Stankovaci. Kjo përvojë sa ka qenë e hidhur, jo vetëm për mua, por për krejt shqiptarët, unë mendoj që edhe na ka bëu pak më të fortë me e respektu dhe me e çmu çkado që kemi, atë që e kemi, dhe se për një moment, kur e kemi lënë shtëpinë, nuk e kemi menduar se do të kthehemi dhe do ta kemi të njëjtën harmoni si e kemi pas përpara. Nata e bombardime, unë jem konë në lagjën Dragodan, kam qëndruar si student në vitin 1999, jem konë në Dragodan, shtëpia saktësisht shtëpia e parë afër doktor Fermia Garnit. Jem konë në që i vendosëm aty të një banes një shtëpi 3 kaçe. Me datën 24 mars, kur nisëm bombardimet e NATO-s, na atë natë ishim në katin e 3, ku shkonim për gjithë natë tek pronari i shtëpisë të shiqonim lajmet ditore. Aty ishim 5 studenta që banonin me katin e parë, tash janë ata profesor të fakulteteve, Shpetim Laqi, Afrim Gjelaj, Shkelzin Gjocaj, këta janë tash punojnë për fakultetin teknik të Prishtinës, janë profesora, 2 prej tyre do janë jashtë, po na ishim 5 studenta në atë kohë bashkë jetonim aty në katin e parë. Në katin e dytë ishin do shok tjerë të Gilanit.
Na zakonisht të gjithë së bashku shkonim e shiqonim lajmet e mramjes në katin e tretë të pronarjes shtëpisë. Aty marrëm vesh se NATO-ja kishte filluar bombardimet në caqet në Serbi edhe në Kosovë. Pas ata kur marrëm vesh në aty shkum masi shiqum lajmet edhe në atë kohë lëvizjet e qytetarëve ishin shumë të ralla, në për qytet, në për gjithka, në për Dragodan, edhe gjithka në për Prishtinë. Situata kishtë nisur të acarohen, u dallojke. Tashti edhe dallum se edhe furrat e buks në atë kohë punojshin, do nuk punojshin, do ma shumë, do ma pak, do heq. Edhe atena na e dishim se ishim në atë situatën ku hala ishim me libra në dorë si studenta, po njëjtën kohë e dishim se nuk është situata e mirë. Edhe të nesërmen, kur zhum, atëna lëvizjet e qytetarëve edhe ma shumë ishin zvëgluar, ama shumë pak ish. Edhe një furë si zakonisht si mërshim ne buk, ajo ma nuk punojke, na shkume në një furë ma poshtë aty. Edhe kur i marrëm në ato, e marrëm bukën, po njëtë e kohë dhe marrëm në gazetën koha ditore të asaj kohë. Ty arna prej furës ishte një 100 metra largë shtëpisë tonë, ku banonim ne, edhe undalem afër shtëpisë tonë, një 3 shtëpi ma poshtë, ishte një kryq i kuq, ndërkombëtar gjerman. Ata ishin duke marrë sendet e tyre, duke u bajt për aty, duke u larguar. Edhe i pyetëm na, adin ku po shkoni? Ata na lajmëruan se na ishin 2 gjerman edhe 2 shqiptar. Ata shqiptar na vetën çka ka në artikuj, sa ata kishin qenë me ditë çka po shkruaj koha ditore, ty folna me ta, ty diskutu, unë isha me një shok temin, me një student aty, me shkëllxenin, edhe na i pyetëm ata ku po shkoni. Ata na lajmëruan se na jem tu largu, edhe vetë na i pyetëm ata si e shihni situatën prej sorit, e tutje. Ta thanë, na po largohem, nuk e shohim se do të jetë mirë. Mas bombardimet NATO-s, mas 5 dite, 6 dite, na lajmi na ishim brenda aty në shtëpi. Edhe thanë se policia ka ardhur në lagjën Dragodan dhe po na thotë të gjithë me dalë për shtëpive. Na dolëm jashtë. Aty u shike se ishte një mosmarrveshje, si një konfuzion në mes qytetarëve të lagjës, banorëve të lagjës aty, edhe një 3 veta pak më të moshuar na thanë, hej, është dezinformat, ju lutem shkonim brenda. Na atë kohë, si kishim filluar bombardimet e NATO-s, unë me shokët e mi, i kishim gjithë që e kishim nga një torb, nga një çantë, e kishim gatshëm me tesha në lëvizje. Edhe na kur hym brenda në shtëpi, na ishim lodhur pa gjumë se mo nuk fleshim natën mirë, se 2 ditë më para në lagjën Dragodan kish pas të shtena, bashkë në rrugën tonë aty, u shishin vendet e plumën e për shtëpit banorëve, aty si kishin gjujt forcat policore. Edhe na mo nuk fleshim kështu, fleshim të veshur, me rrobat e gatshëm për me ikë. Edhe aty na hym brenda, kur na thanë kojshia se duhet me dalë. Hym brenda se thanë është dezinformat. Unë shkova të pushoj pak ashtu, edhe flejta ma një 2 orë, erdhen shok tanë, hej, koha me dalë. Unë ashtu, si përgjumshëm, edhe dalim unë me shok dalim jashtë, ku e pam si ishtë bo turme madhe njerëzve banorëve aty. Edhe shkumë na 100, saksisht një 100-150 metra, u vendosim në një shtëpi tjetër. Ma largë. Kur shkumë ta shtëpia tjetër, aty ndodhi të ishte në tezja një pej shokëve mi që banon të me neve. Po aty, bashkën që atë shtëpi, ishin edhe 30 veta tjerë, si ishin orë prej Drenice. Debum. Kur aty u bomën aty, tezja aty shoku tha, për momentin për dejnë 4 dhe 5 ditë na kem bukë të mjaftueshëm për gjithë. Tha, rrim këtu. Po nuk ka shku as 1 orë, se prej aty ku ishin të vendosur, prej balkonit ku ishim na, u shike banesa ku kem banu na. Aty u pam na policin, forcat policore, deri në dhëm të armatosëm, edhe e thyn derën, shpinë bashkatin tonë, edhe hyn ata. Atër na erdhem, i pam na tuar drejt shtëpisë tonë, na ishim veç 100 metra. Nuk kish mundësi na me dal nga dera e përparme, edhe ishte një nalësi rreth 5 metra aty, ku të gjithë ka përcyem shumë shpejt. Se u vënum na nxuni puna që ashtu derisa e pam si, na nuk i pam si një patroll e policisë vetë sa kishte mbrinte na. Ka përcyem na nga kati
I bike si kati i dytë aty, pak më nënë, situata që shesha e shtëpi e vendosëm aty, i bike një 5 metra në, na ka përcym, por çka bom në aty, na gjithi harrum rrobat se i kishim me veti. Na kishim shumë hall veshun, edhe unë nisëm. Unë nisëm për lagjen qashtu turma, edhe u bom bashkë me një turmë edhe shku me Mbranjevc. Ku shku me Mbranjevc atje, Mbranjevc nejtem një natë. Në dhomë ishim, një dhomë 4x4, ishim dikon një 22-3 veta, ashtu me thonë, një dhomë qashtu. Edhe prej aty hit, nejtem një natë. Të nesmen edhe policia edhe kishtë rrethu Mbranjevcin edhe lagjet për rreth. Aty ishim turmë, aty mos kishe ka me ikë veç të dufke, të bashkan gjitë që asaj turmët njerëzve, ku me thonë ishin një 1000-1200 veta qashtu. Prej aty hit, atë nashi, turmën e drejtu në drejtim të vorrave të Dragodanit. Policia, na që aty, turma u drejtu, a di thanë që saj duhet me shku. Ku shku me të vorrave të Dragodanit aty, që aty ka pas të shtena në turmë. 5 veta janë plagos, për nuk e di çfarë, shumë a pak nuk e di. Vesh ashtu, dovi u sheshin e do që ashtu thanë adin, si 5 veta u plagosin. Edhe në ndalin një patrullë policore që aty. Aty patrulla policore i detyroj krejt njerëzit mi çdo krejt senet e vlefshme pare duka që t'i dorëzojnë aty. I dorëzum na ato senet e vlefshme edhe na nesen në drejtim të stacionit të autobusave na shku. Adi, nuk e dishim nga çfarë drejtimi, veç të gjithë e ndjekshin që atë kolonën e njerëzve. Prej stacionit të autobusave, atëherë na orientuan drejt stacionit të trenit. Në stacion trenit e kuptuam si na jem një pe aty, nësi në drejtim të Maqedonisë. Treni ishte i mbi ngarkuar. Shumë, as kish vend, as ku të ulej, normalisht, po as ku të rrenin. Mundojshin që t'i akomodojnë të vjetrit edhe fëmijët, po ishte shumë vështirë se ishte i mbi ngarkuar. Ishte tren i udhëtarëve, po me kushte minimale, thojmë ashtu mrena, kushte minimale, po kushte heq në atë kuptimin si zdi në qatë vagonin ku isha une, ishin një numër i vogël i karrikave. Po aty nuk ishe se ishin kam, më nuk mësh as musjet se ishte qash i mbi ngarkum, nuk mësh e ti as hecesh në tren. Vagoni o kanë i mbi ngarkum, me thonë një vagon, sa me thonë 15 metra, 20 metra në Kofskonaj, i ka pas një 100 veta, i ka pas shumë, mbi ngarkesë e madhe konë. Unë për veti më kujtohet si nuk kom mujt me shokun tem, se ishim 7 shok, nuk mujshim për shembull as të lëviznim, as një hap, as andej, as këndej. Shumë se ishte ngarkesë e madhe. Data o konë 30 mars ose 1 prill, që aty o konë data dikun 6 deri 7 ditë mas fillimit të bombardimet të NATO-s. Kur jem një streli jo, kur në qatë, si jem konë në qatë. Kur më rejtëm në Lipian, u prish lokomotiva. U prish lokomotiva dhe mbetëm në aty 6 orë. Aty ishte ndër momentet më të vështira se çdo moment u hap këtë panik. Çdo moment veke ka një lajm jo i vërtet. Ja ka nis me gjujt aty, jënë afru në anën tjetër trenit, e më dëgjeshin zhurmat, më dëgjeshin të shtenat, edhe panik të nënkohen. Mas 6 orëve, atër në shi edhe lokomotiva tjetër. Edhe lokomotiva tjetër dhe në shkumë në Han të Lezit, aty ka pas forca policore serbe. Aty forcat policore serbe në thanë, ju duhet me dalë piktujt, edhe duhet të shkoni, mos kaloni jashtë binarëve trenit se janë zona është e minuar. Na hecëm 3 kilometra për afërsisht. Atje në takoj forcat policore Maqedone kufitare. Edhe aty ku ishin forcat policore Maqedonës, ku në takun ata pak më poshtë u sheshin shqiptarët si punojshin taksi, edhe më kujtohet shumë mirë o konë edhe një agencion e ka pas emrin El Habib. Ajo ka pas autobusë, ajo shoqat humanitare kanë më organizuar mirë se ka pas autobusat të mëdhej. Të mëdhenj u merr keme udhëtar me refugjate të i dërgoj ke. Kur shkova në Mbllac aty kom nejt 3 orë. Aty nejtën 3 orë. Prej aty, atë na shinat detyroi policia kufitare, na majtën 3 orë aty, na thanë na duhet me shku në një qendër tjetër të regjistrimit të refugjatëve. E që aty shkum na më autobusa të shoqatës El Habib, na dërgun ata në vendin ku bëjke regjistrimin refugjatëve. Aty i morëm na edhe 3 orë tjera.
Prej aty, atër ishin taksistët shqiptar me kjerët vogla, si falas, naturisht, na dërgunë në Shkup. Na ishim 7 veta, na mbërrim në Shkup. Kur mbërrim në Shkup, mas i bom regjistrim edhe 3 orë aty, ishim bon diku një 36 orë, na nuk ishim hongër kur gjë. Ishim pa destinacion caktum. Ata na thanë, atje organizatat humanitare, si punojshin edhe shqiptarët taksi, si na dërgunë atje, thanë, është të shkolla Iliria në Shkup, është aty duhet mu lemru ju. Na ishim 7 veta, ishim 36 orë pa hongër pa pi. Aty kishim 36 marka gjermane në atë kohë i kishim 7 veta. Ata i kishin 36 marka gjermane se i kishim shefur, se i kishin dërzuar në atë kohë, kur policia në Dragodan e morë të gjitha gjerat e vlefshme. Edhe rastisht në u afrua një shqiptar, nuk e harroj kurram në tina Fadil Nura. Edhe tha, qka bëboni këtu, tha, ne i tregum se jem ka presim të gjem shkollën e Iliria, edhe më shku të një me gjithë vend strehim. Tha, unë ja u gjem shkollën Iliria, edhe, po mas po t'ju ushqej. Na ushqeja e neve, na qëjtë të shkolla Iliria. Shkum në të shkolla Iliria aty, kur pre shkollës Iliria na qunën të tovë. Kur shkum në Tëtov, në aty që ndrumë në Tëtov, të një familje tjetër, kom dhona dikun du të një gjithë, edhe ndajtëm aty 6 ditë. Shumë mirë na pretën ata, shumë, na ishim 7 veta. Aty na vendosëm, për 7 shokëve na vendosëm të ndohëm. Une me 2 shokë, 7 ishim, 2 ndajtë në Shkup, nuk erdhën në Tëtov heq, se kishim familje, takëmi të vetë në Shkup. Na metëm 5 tash. Pre 5 neve, 2 shkum, 2 u nesën për Shqipëri. Na 3 tjerë u këthyme për Shkup. Kur u këthyme në Shkup, se une kisha motrën në Zvicër, edhe shok tjere kishim vlaznit edhe motrat në Gjermani, edhe na vendosëm e bot, se na thanë si në Shkup, nëse do një bashkim familjar, du të më Shkup mrapa në Shkup, apet sa atje bonët. Atje ju ofrot mundësia. Na atë kohë nuk dishim diçkap rreth kampit Stankovac kur gjo. Në atë kohë, se ishim të informu si shkojnë informata atje. Edhe kur shkum na aty në Shkup, njëni për shokëve tha unë du më shku apet në Shqipëri. Masim përriti në Shkup, u këthy prapë me shokë tjerë, metëm na veç 2. Une edhe një afrim tjetër, cili afrim Gjele, cili është profesor sot në Fakultetin e Prishtinës, Fakultetin Teknik, dhe metëm unë edhe afrimi në Shkup aty. Kur metëm na në Shkup, ishim unë edhe aj, po s'kishim ku më shkonim. Në atë ku unë edhe aj, se unë kisha motrën në Zvicër, edhe motra mi qoj do pare prej Zvicër. Se kisha edhe një doj në Amerikë edhe prej tin, edhe një djallë tajtë se kisha në Zvicër, dhe i bona diku një 1200 marka në atë ku. Edhe e shoku tjetër, tash na kërkojshim banes për strehim. Ndërko, një djallë Ramadani, e kishtë emni një thmi 15 vjeç. Edhe tha, unë ju marrë në shpi, po jo me pages, pa pages. Edhe, pak sa u qudetëm, se 15 vjetë e morra që përgjithësi për neve. Kur shkum na, une me afrimin ndajtëm aty 7 ditë. Na morë aj shumë familje Ramadani, Abni Ramadani ishte pronari i familjes, i kishte aj Ramadanin, i kishte në dretën i vajzë, i kishte qefseren Simdoke gruja, edhe djali kishin Avne, ishin Gjermanie. Edhe ndajtëm aty na 7 ditë, me të gjithë thatë mirë, se është me pritje me ka krejt. Një shqiptar në lemrën tha, ju ndaqe me bon bashkim familjar, e vetëmja mundësia është duhet me shku në kampin Stankovac 2. Në Stankovac, më falë. E na vendosëm që të lajmëroheni, që të shkojmë në Stankovac. 7 ditë mas të him krejt, kjo ndodhëm brenda 7 ditë dhe sa prej ditës kur jem hinë në Macedonie. Kur shkume në Stankovac, unë e vaj kushtet ishin shumë dopta. Qa është dopta si na e bom 2 net i bom aty në qelin e hapur. Se s'kesh aty tenta, nuk kesh kusht të pastrimi, s'kesh ushqim të mjaftushëm. Aty është, krejt lufta është se qysh ti ushqejnë, ata ma djetrit edhe thminë. Si të mbjetojnë ata. Për neve, si shaj tem diskutimi. Edhe të ne, mas një 2 dite që ashtu, edhe një gru mrena në kamp aty, se tashti në kampin Stankovac, ku ishim na, nuk ishe lijuar mo, kur hinshë në kamp, nuk ke mujtë mo me dalë, se kampi ishte i sigurat për forca policore Macedonase, na nuk mujshë me dalë mo. Edhe erë një gru të telat e kampit, aty unë isha në këtë tonë, se në gjishë ato, normalisht ta, e kom babën në kamp, a mund ishme ma gjetë.
Thash nuk e di, i mora informatat unë për asaj gruas edhe e gjeta unë babën e saj namas një 2 ore. E gjeta, kur e gjeta babën e saj, ai gruaja ma boni tha, a po dën me të nxjerr pe kompe, a po dën me marrë edhe ti me neve. Thash po. Unë e dola se i kishim mësuar na ato pika të dopta ku mu ishe me dalë jashtë. Nuk ishte sigur se ishin policia gjithka, po si e gjeta mënyrën edhe bashkë së bashku me ta edhe dola. Kur dola ata prap u ktheva të familje Ramadani në Shkup. Ku atëna ndajta një ko gjatë aty një, me thonë një 2-3 javë. Prej aty u takova, në Shkup u takova me shokët e mi si banonin e katin e dytën kur banëshim në Dragodan. Me Raif Shefkevën edhe Valion Shefkevën. Kur u takova me ata se kishin tafërt ata në Maqedonie, me familje ishin atje, ata Gjelanit, edhe me Raifin ndajtëm një kohë gjatë. Na vendosëm atena që të shkojmë që të regjistrojmë në UÇK. Që ti bashkangjitim UÇK-s. Edhe thanë ju duhet me shku në Tetovë. Që na lajmëru se duhet me shku në PDSH, ishte zyra në Tetovë. Na prej Shkupit, shkume në Tetovë, unë me Raifin të lajmërohem, kur u lajmërum unë me Raifin në Tetovë, aty na lajmëruan, na thanë për momentin nuk muj me marrë mas, se interesimi është i madh, po armatim nuk ka, edhe kushtet ushqimore nuk janë të mjaftueshme tash për me mbajt për me marrë më shumë. Leni informatat ku mund që të kontaktojmë, edhe shkoni prej ka një orë. Prap na u kthymë në Shkup. Po nuk ktheva të familje Ramadani aty ku rrisha, isha në kontakt me motrën atje, ma në aspektin financiar nuk kishim mjaft sa të mbjetojmë me familje. Kur ndajta unë 3 muaj, ishte data 18 korrek. 18 korrek. Qeshor, më falë, të datën 18 qeshor, me datën 18 qeshor na dolem Raifi ish hin kamp. Edhe aj ma kishënu mu emrin Afrim Haxhijaj, unë haloj isha në Shkup. Në Shkup unë kërkojsha, unë s'isha interesum që shkoja në Amerikë, po dojsha tash për bashkim familjar dojsha të shkoja të motra në Zvicër. Aty një shqiptar u takova një i afert i familjes ku qëndojsha aty, tha për 800 marka, tha unë e tha të ndihmoj që të shkojsha në Zvicër. Ajo ishte një mashtrim, nuk ndodhi kur, i morë 800 marka mu. Unë u të shprova, adi në atë kohë edhe Raifi ishte në kamp, po nona e ti ish jashtë kampit, ajo shkoj ke i vizitoj ke djalin e vetë aty shpet. Edhe më lajmëroj ajo se unë isha në kontakt me ta. Më lajmëroj tha, Raifi o hinjë dhe të ka dal emri për me shku në list për me shku në Amerikë. Do me thonë, kur të ishe nga të ka dal emri, kjo në kupton si tash ti du të me shku në intervist. Edhe unë me datën 19 qershor, hina unë në kamp. Kur shkova unë në intervist, aty në kamp, u ktheva në Stënkovac. Tash kushtet në Stënkovac mas një koha ishin shumë më të mira. Kishte vend për pastrim, kishte ushqim, si kamp refugjat ishte përmirësuar, ishte organizuar shumë më mirë. Unë ja nisa procesit, u regjistrova aty, mas 2 ditëve, me njëherë më thirrën ata prapë në intervist, u kryu intervista, rrishin në kamp. Atër nashi ishte qershor 21, kur gazetat atërveshin, erdhë koha ditore aty në kampet dhe lajmëruan se 44 veta janë të vrarë në masakrën e qyshkut. Edhe në fshatin Ruhat. Fshati ku jetoj unë është në mes qyshkut të Ruhotit. Atë menjët e më shkojnë, nuk është e mundu me ndodhë atë që afër edhe me pështu ata. Pa, a mos saktësisht, unë nuk e disha. S'kisha kur fa informata ishin bon, tash ishin bon një 6 muaj si unë s'kisha kontakt adit vërtet kështu me familje heq. Kampi kishte nisu të zbraze. Marrëveshja kumanovësh ish arritur, trupat e NATO kishin hinë Kosovë, shumë njerëz nuk delshin ma. E kishin ju vike koha për emri ju delke aty në listë për që të fluturojnë për shtetet tjera të botës, po u ktheshin në Kosovë. E morra në vendim tash, unë du me shku në Amerikë veç në qofë se e di si kam pështu ata. Edhe me datën një korrek, fola e paguishim 2 marka 1 minut. Pe kompit, 2 marka e paguishim 1 minut. Kër i thirëm, edhe pe kompit aty e thirra unë e motrën të në zisër, dhe thash, qësh është, a din diçka? Po tha, mirë janë, ata tonë të kam pështu,
po ajo i dike do informata si në qëshk, se unë e kisha halën atje, dikush në qëshk, të familjes të halës i kanë vra. Po edhe në Nip, në Pavlan, ajo dike si e kanë vra. Adin? Po tha nuk, për tonë familja ngushta kanë shpëtuar, po jo po ka të rrethe, dajt në Bërgjani, ka tunë ma poshtë neve, ata i kishin vrarë. Adin, po i dike, po jo krejt detalisht. I tregova thash po shkën Amerikë. Erdhi data 7 korrekt. Ish presion psiqik, e ndisha vetën shumë, unë kur s'ka ndodhë një jetën temë me konë 7 muaj larg familjes, mos mi pa familjen. Kur, hiç. Edhe nuk ndisha komod, nuk ndisha rahat, isha shumë i mërzitur me gjithë shkam pëngohë. Edhe 7 korriku thash, e pash, emri im ish dalur në lisë, nesër ish fluturimi në ora, në falë me 6 ndodhe, kjo me 7 kisha fluturimin në ora 7:30 mëngjezit. Kisha unë i isha të bona gashëm. Unë nisa me dy mendje, atë nisem a mos nisem, atë nisem a mos nisem, atë nisem a mos nisem. Edhe ma vonë thash, pak e vërtet është se isha deshplu, si më kish mashtruaj për ato paret, ma heret, edhe kushtet financiare nuk i kisha qashtë mira, si me thonë tash kur të shkoj në Kosovë, edhe më pret diçka e madhe ashtu, edhe thash, ndoshta, që kjo është rasti, shkoj për 6 muaj ditë, edhe më jep kohë të di që shion ata, edhe mundësia për mu për me bo diçka atje. Edhe vendosa që me 7 korrekt 1999 o kom fluturimi jam për shtetin Amerikës, saktësisht o kon Shkup, prej Shkupit e New York, prej New Yorkut në Orlando, ku o kon destinacion dhe i fund Orlando. Shikues të nderuar, ndoqët intervistat që janë realizuar si pjesë e muzeut Eksodi 99, i cili paraqet edhe artefakte nga ajo kohë e ne, ju ftojmë ta vizitoni këtë verë, edhe muzeun të stacionit trenave në Prishtinë, edhe muzeun tjetër Reporting House që është te statuja e Skënderbeut në Prishtinë, e që janë të hapura prej të martës deri të dielën. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.